Pas denuncimeve të përsëritura të piranjave për ndotjen e lumit Fan në Fusharrëz, kompania Beralb, e cila operon prej shumë vitesh në territorin tonë në sektorin e pasurimit të Bakrit, akuzohet se ka zgjeruar aktivitetin ndotës edhe në fshatin Kimës në Puk, duke shkaktuar dëme të rënda mjedisore dhe ekonomike për banorët e zonës. Analizat e kryera nga ekspert tregojnë nivele alarmante të ndotjes me përqendrime të larta të metaleve të rënda si hekuri, alumini dhe nikeli, shumë herë mbi normat e lejuara, duke rrezikuar jo vetëm ekosistemin, por edhe ujin e pishëm. Është vënë re që në derdhjen e një kanali i cili vjen nga dampa e fabrikës së pasurimit, limitet janë shumë të larta, sidomos të aluminit, i cili limiti është 200 mikrogram për litër, kurse rezultati i analizave ka treguar që është 5369 miligram për litër, pra shumë i lartë. Gjithashtu hekuri ka një limit përsëri në 200 miligram për litër, por tu është 65000 miligram, pra shumë herë më i lartë. Gjithashtu dhe nikeli rezulton mbi limitin e lejuar, është 52 mikrogram. Në fshatin Kimës, pamjet tregojnë një territor të degraduar, ku toka, ujë dhe bimësia kanë marrë ngjyrë të errët nga mbetjet minerare, ndërsa banorët thonë se jeta është bërë e pamundur. Probleme të ka shumë sa zdim ka të rëndisim ma para. Firma që operën që në 2000 ka arë këto, e ka ba fshatin pa banushëm. Mullinin e kemi jashtë funksionit. Rreth 400 vjeçar është kjo ka rreth 7-8 vjet që s'punën. Se ka ju fshati jonë, mullini ka qenë funksion të mponë. Nga acidi tepër, tubi hekurit është shpu, edhe jashtë funksionit. Edhe këto fletë të mullinit nga acidi ngrihen. Jeni ankuar diku? Ka 20 vjeç ankuar apo asnjë mas. Jo, fare. Edhe burimi i ujit aty që kena pi, se mbahet me në fshati, prap është jashtë funksionit. Sipas banorëve, ndotja ka shkatëruar bujqësinë dhe burimet e ujore, ndërsa shumë prej tyre nuk denoncojnë për shkak të varësisë ekonomike nga kompania. To kanë qenë rreth 120 familje, 130, po t'i llogarisim. Pastaj ikën 20-25 që banojmë këtu, që flemë çdo natë. A kanë lidhje këto familje ndoshta me kompaninë që mund të punojnë? Pjesa dërmuese. Edhe nuk mund të ankojnë, nuk mund të flasin se janë të lidhur ekonomikisht. Nuk punojnë nga një zonën. I fshiren nga puna, spyt, i heq, edhe kanë ngel tash pas zonë. Me qëllim për t'i dhënë fund kësaj katastrofe mjedisore, disa banorë të zonës kanë bërë denoncime edhe në prokurorinë e Shkodrës. Ndërkohë ndaj kompanisë është regjistruar një procedim penal në vitin 2025 dhe çështja vijon të jetohet nga organet përkatëse. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente për të ndalur ndotjen dhe për të shpëtuar atë që ka mbetur nga zona e tyre.